një koment? Vëmenjet të protesta, të përëndëson një moment. Debati i hapur nga qëndrimet kritike të deputetes së Partisë Socialiste për Shkodrën Mariana Koçeku nuk është vetëm politik. Ai prek një çështje shumë më të thellë, raporti midis mandateve parlamentare, etikës dhe integritetit personal. Nga pikpamja kushtetuese, një deputet ushtron mandatin në mënyrë të lirë dhe nuk është juridikisht i detyruar të dorëzojë mandatin nëse largohet politikisht nga partia që e ka kandiduar. Kushtetuta shqiptare e njeh mandatin si mandat të deputetit dhe jo të partisë. Mirë po diskutimi nuk mbaron këtu. Ekziston dhe një dimension moral i cili në këtë rast është po aq i rëndësishëm sa i juridik. Deputetja Mariana Koçeku nuk e fitoi mandatin përmes një gare të hapur, ku votuesit e rënditën me votën e tyre personale. Ajo hyri në kuvend fal listës së mbyllur të Partisë Socialiste, pra si rezultat i vendimit politik të drejtuesve të partisë për ta vendosur atë në një pozicion fitues. Në këto kushte lim pyetja legjitime. E nëse mandati nuk është produkti drejt për drejt i votës personale dhe i meritës elektorale, por i besimit që i dha partia duke përfshirë në listën e sigurt, a është e drejtë që ai mandat të mbahet pasi deputetja deklaron se nuk përfaqëson më linjën politike të forcës që e çoi në parlament. Nga pikpamja etike përgjigjja është e debatueshme, por një argument i fortë është se mandati duhet të rikthehet subjektit politik që e bëri të mundur zgjedhjen e saj. Kjo nuk është domosdoshmërisht një detyrim ligjor, por mund të shihet si një akt integriteti politik. E nëse një deputet është zgjedhur fal votës së drejt për drejt personale, një listë të hapur, situata është ndryshe. Në atë rast ai mund të pretendojë se mandati buron nga besimi që qytetarët kanë shprehur ndaj tij si individ. Por kur mandati vjen nga lista e mbyllur, pesha e partisë në zgjedhje është shumë më e madhe. Kjo nuk do të thotë se Mariana Koçeku nuk ka të drejtë të kritikojë Partinë Socialiste apo kryeministrin Edi Rama. Në një demokraci çdo deputet ka të drejtën e fjalës dhe të bindjes së tij politike. Megjithatë, ekziston një dallim midis të drejtës për të shprehur mendimin dhe legjitimitetit moral për të mbajtur një mandat që nuk është fituar përmes një gare individuale. Fjala vjen në Erion Braçe dhe Fatmir Xhafaj kanë integritet të fortë personal dhe politik. E nëse fjala vjen në një moment të sulmojnë Edi Ramën, duke deklaruar se nuk e votojnë në rast mocioni mosbesimi, sepse kanë fituar nga lista e hapur. Natyrisht e kanë fituar nga lista e Partisë Socialiste, por ishte emri i tyre që ju dha mandat dhe vota. Prandaj debati nuk është nëse deputetja ka të drejtë të flasë kundër Partisë Socialiste. Debati është se nëse është moralisht e drejtë të vazhdojë të ushtrojë një mandat që është mundësuar nga lista e mbyllur, e po asaj force politike që sot ajo e kundërshton. Në fund, ky nuk është një standard që duhet të vlejë vetëm për Mariana Koçekun. Ai duhet të vlejë për çdo deputet të çdo partie. Kush fiton mandatin me votë personale të qytetarëve ka një legjitimitet më të fortë për ta mbajtur dhe në rast përplasjesh me partinë. E kush e merr mandatin fal një vendi të sigurt në listën e mbyllur, përballet me një përgjegjësi morale më të madhe të reflektuar mbi vazhdimin e ushtrimit të atij mandati, nëse shkëputet nga subjekti politik që e bëri deputet. E po kështu po shkon edhe mandati Elisa Spiropalit, ndonë se kujdeset kohët e fundit për mandatin. Edhe Spiropali e ka fituar nga Partia Socialiste dhe pushtetet i fitoi nga kryeministri. Natyrisht që Edi Rama ka vepruar gabim në mënyrën se si ka përzgjedhur njerëzit që përfaqëson Partinë Socialiste dhe pushtetin. Prandaj në një farë mënyre mirë ja bëjnë. Të dyja deputetet që kanë marrë mandatin e deputetit nga Partia Socialiste dhe jo nga meritat e tyre, duhet i dorëzojnë mandatet dhe të dalin në protestë si njerëz të lirë dhe të kundërshtojnë qeverinë. Nëse bëjnë këtë, atëherë duhet përgëzuar për integritetin e tyre moral. Editoriali Koha Jon.